Ardha e fëmijëve në jetë ma ka ndryshu jetën, me thonë 360 shkallë i bjen, do me thonë i njëjti sen, po thonë që 180 shkallë. Daljet e shpeshta ato ndryshojnë me martesë. Vullneti me dalë se ma shumë ki dëshirë prej punës me shku te fëmija, te familja. Unë mendoj që duhet me ndryshu, por duhet me ndryshu për do gjana tjera. Jo me ndryshu në atë kuptimin dhe me mos mu taku me shoqni. Apo merren prind me fëmijë shumë. Jo, për arsye se këtë shumica prindve, ndoshta edhe gabim edhe imi është telefonin që pjallojnë fëmijëve. Mija mirë rezultati nanës, se baba duhet me punu. Shkollimin, ne kom po flas për vete, kom fal nanës për angazhimin e saj ndaj neve, se babi gjatë ditën e gatë konë punë. Ala veç me thonë respektoj nanën është hajgare. Për zemër, për këtë Kosovës. Faleminderit shumë. Jeton në Pej apo jashtë? Po në Pej. Punoni? Po punoj. A do kanë çka të bën të lumtur në jetën tonë? Familja. Familja. Po, si gjithë. Dikush me njeri normal besoj që thot për familjen. A për ty familja çka është? Familja gjithçka në jetë, do me thonë fjala vetëm që mundesh me thonë është gjithçka që ka kam është familja. Po pëlqen që hasim një djalë familjar kështu. Se po më duket kanë filluar mu largu në familje njerëz shumë. Unë për veti jo. Prapë do me thonë nisë në për gjenezës, për familjes. Jo, mendoj që është primare në jetë. Jo, më fali, një martum? Po, jo, Keni fëmijë? po i kam 2 djamë. Me qatë. Shumë faleminderit. Andrevan, sa të ka ndryshu jetën ardha e fëmijëve? Prindërimi për ty? Do me thonë, ardha e fëmijëve në jetë ma ka ndryshu jetën, me thonë 360 shkallë i bjen, do me thonë i njëjti sen, po thonë që 180 shkallë, shkaku se mendimet që i kom pas për jetë ka ndryshu totalisht. Do me thonë, jam maj përmbajtur në jetë, do me thonë kom ndryshu 100%. A ka bo, për shembull, ti për familjar tash martesa me ndryshu për jetës, të kaluar që i ke bë disa ende. Normal, jo, normal. Do me thonë, daljet e shpeshta ato ndryshojnë me martesë, me si të bosh për ndryshojnë. Nuk e ki më vullnetin me dalë, se ma shumë ki dëshirë prej punës me shku te fëmija, te familja. A ka ma knasi se kush shkon edhe takon, unë i kam 2 djemë, kush shkon edhe për shumë djalli del të dera me kryt. Pasi e madhe është. Shumë. Mirë që e gëzon këtë evitet prindrit. E vërtet, faleminderit për Zotit, mi ka falë 2 djemë. Po kjo koha sigurisht mungon, koha kur ti ke qenë pa i martun. Rinia, çdo kujt i mungon, sidomos koha e fakultetet. S'ka fjalë. Çka të mungon nga rinia, nga koha, me që nuk ke shumë i vjetër nga rinia, se të vazhdo. Po të kuptoj, mirë, Adolescentës. Nga rinia, po menoj vetëm që ajo mbledhja me shoqni që ka ndryshu shumë, sidomos mas martesës, shumica shokëve, obligimet e jetës, tjerat. Normal që nuk është ajo lidhja e shoqni sikur ka qenë, domethënë kur kem qenë single secili prej neve. Rrallë, shihem shumë rrallë, secili me familjet vet, edhe është e kuptueshme. A duhet me ndryshu një person nëse martohet? Unë mendoj që duhet me ndryshu, por duhet me ndryshu për do gjana tjera. Jo me ndryshu në atë kuptimin dhe me mos mu taku me shoqni, po duhet me ndryshu për ka seriozitetin jetë, se nuk je mo që qohesh kur dush edhe bjen kur dush me menu ki obligime ma shumë. Në familja të shton obligime. E vërtet është kjo, a më dërgon ndryshimet në jetë që ty si person ka bë tash kur je prind, je marton? Për shembull, do me thonë obligimet për jetë në atë kuptimin që duhesh me mendu për jetës të familjes, nuk është mu veç vetvetja, po ki edhe familje mbrapa. Edhe çdo ditë duhesh mu qu me mendim që me punu që mja u kriju një jetë më të mirë atyna. Sikur prind ta neve. Se ajo është normale, për një njeri normal duhesh me menu për mja u kriju kushtet familjes tonë. Sigurisht sot apo merren prind me fëmijë shumë. Jo, për arsye se këtë shumica prindve, ndoshta edhe gabim edhe imi është telefonin që pjallojnë fëmijëve. Për shembull shumë pak shoh fëmijë sikur ne, për shembull edhe në kohët viteve 90 edhe jemi kon të okupuar edhe domethënë policini ke pas të dera dhe ti ke dalë me lujt, shumica fëmijëve i ke pasur na i thon mahall, tash shumë pak të lujt në shoqënia fëmija, po menoj nëpër rrugë. Ishen me një fushë futbollit një orë në ditja. Na gjithë si e kem kry shkollën një mikon me top në dorë. A do të pas një limit edhe fëmija, për shembull, ku duhet? Po, e vërtet është, unë menoj ashtu. Unë menoj për shembull telefonin sa ma pak me alo fëmijëve. Njëjtin gabim pe bëj edhe vetë, se kur por diçka po për muhabit pja dho telefonin, po shumë keq kësa. Po nisna për shembull sa pak e dojnë sportin fëmijat tash. E çush e kem dash prej vetet, domethënë, mezi kom prit mu kry mësimin mu marr me sport. Kur jem të pjesa familjes, parën kryesore ka një nanë, një grua më shumë. Fëmija mirë nana rezultati nanës, se baba duhet me punu.
Po, a duhet që në këtë mes që edhe baballarët janë pak më aktiv, të ndihmojnë mirë, një po, kohë për më shumë. shumë është e vërtet mirë, po prindin këtë rast baba duhet me punu. Unë shkollimin e kam, po flas për vete, e kam fal nanës për angazhimin e saj ndaj neve, se babi gjatë ditën e gatu kon punë. Edhe më pa varë për babit kur fakultet s'kisha kry. Pra ato sënë kohë që nanës është problem i dalë haku. S'munësh mi dal kur. A do të sa është e shajt fjala nanë për ty. Për mu, do më thonë, fjala nana është fjala ma e shajt. Edhe menoj që nanës nuk i dalim hakësh kur. Menoj që fjala veç me thonë e respektoj nanën është hajgare. Veç fjala respekt ndaj nanës është hajgare. Kur far, u kuptim shumë i vogël. Në fund, për ato që dëshirojnë më bërë që janë në rrugë, më bërë prind, çaj kështë ta një mesazh që kam i shërbim për jetë? Më bo prind është ndjesia ma e bukur që ta falë Zote. Inshallah kërkon se lën pa u bo prind Zote. Edhe mendoj që edhe të bën më serioz, edhe të riedukon në kuptimin e jetës, edhe nuk ka gjë më të bukur se me qenë prind. Nuk ka asnjë më të mirë se me shku në shtëpi dhe me të prit fëmija. Shumë krasësi që më se dova me një person si juve, të uroj më të mirat.